Dashi, një telefonat ose mesazh që e prisni mund t'ju ndryshojë planet e ditës. Në dashuri, prisni një zhvillim interesant, ndërsa në punë dikush do ta vlerësojë një ide tuajon. Kujdes me shpenzimet impulsive. Demi, fati ju buzëqesh si çështje financiare. Mund të merrni një lajm përpara, bonus ose një mundësi të refitimi. Në mbrëmje ju pret një surprizë nga një person i afërt. Binjakët, energjia juaj do të jetë në kulm. Një takim i rëndësishëm mund të kthehet në diçka shumë të rëndësishme. Beqarët kanë mundësi të njohin dikë që ju bëjnë të harrojnë të kaluarën. Gaforja, intuita juaj do të jetë arma më e fortë. Mos injoroni ndjesitë që keni për një person ose situatë. Një lajm familjar do t'ju gëzojë dhe do t'ju sjellë qetësi. Luani, një ditë me vëmendje dhe protagonizëm. Të tjerë do të kërkojnë mendimin tuaj. Në aspektin sentimental, mund të merrni një deklaratë ose një shenjë të fortë interesi. Ygjëresha, diçka që ju duke e bllokuar fillon të lëviz. Një dokument, procedurë ose projekt merr drejtimin e duhur. Në dashuri, shmangni analizat e tepërta dhe lini gjërat të rrjedhin natyrshëm. Peshorja, miq dhe kontaktet sociale do të sjellin fat. Një ftesë e papritur mund të rezultojë shumë më interesante se sa mendoni. Financat kërkojnë pak më kujdes. Akrepi, një zhvillim i rëndësishëm profesional ju vendos në qendër të vëmendjes. Mund të merrni një ofertë, propozim ose përgjegjësi të re. Në mbrëmje pritni një emocion i fortë. Shiqetarin, dita favorizon udhëtimet, planet e reja dhe njohjet. Dikush nga larg mund të rikthehet në jetën tuaj. Mos refuzoni një aventurë të vogël që u del papritur. Prisjapi, çështjet ekonomike marrin kthes pozitive. Mund të zgjidhni një problem që ju shqetësonte prej kohësh. Në dashuri kërkohet më shumë hapje emocionale. Ujori, partneritetet dhe bashkëpunimet janë në fokus. Një person që nuk i kishit vlerësuar mjaftueshëm mund të tregojë anën e tij më të mirë. Beqarët kanë fat në njohje të reja. Peshqit, një ditë dinamike më shumë lëvizje. Mund të merrni një lajm që lidhet me punën ose financat. Kujdes me lodhjet fizike, mos u emuisni mundësitë që u vjen pas dite.